Që në njëjtë kur po lexoj Kur'an ose kur pingoj derset e juve, ka në herë po kom shqylloj shpëdi, bezvese, dyshima, e njëjtë ato po më bënë sytje, s'po më lenë rahat. So që ka në herë po të tyrona dhe dërth më smenguse, që qysh po puna dhe zves. Nuk ka mundësia i mos me të lonë ti më knaqë. Po kush mund me të nalë nga knatësia me Kur'an? Kush? Kush mundet me të nalë nga bindja në argument e Zotit? Kush? Mos jep hapësirë, Allah. Mos jep hapësirë. Çfarë dyshime është vinë? Duhet të me refuzu. Më falni. Duhet të me refuzu, me te kalu këto. Jo na vjeni cytje me një dëprum, që kam gjatë, shejtani po musulman, mos zvec, po më le më knaq me Kur'an. Ngreto Allah, guxim shumë, po unë kam më knaq me Kur'an. Ja dhe jam të u knaq me Kur'an. Luftoja këtë dukuri, luftoja këtë sulm. Mbështetun Allahun xhalla xhelaluhu. Se ke jap goditin e mirë, se vallahi sirshun këm moja. Godit e mirë. Po jo me grusht, se shati atë. Por godit e mirë me bindje, godit e mirë me adhurim, ki me pa që është vjen me të cytë pas të jafra. Që është mu likë para ti? Hashtë armika, i të tërë punë s'ka. A i zvjen me ta krypu sheqerin. Mos me një omëltin e sheqerit, a i kitë punë s'është interesant për ta. Pa e din se Kur'ani është burimi jetës tonë, jetës teme. Që të është të mbëlsina, që ti mundohet me ta qitë dë kryp me dë cytje kishe, po heqë ata kryp, knaqë me Kur'an. Ndërsa jetë duke dhënë, po s'pa muj, s'ka nuk po muj, vazhdo për para. Hecë, të rakit në këtë derë, lutë Allah në madhë, o Zoti i gjithësisë, që shë ua ke mundësu rabëve tu të mirë, ta shijojnë mbëlsin e këti Kur'ani, o Allah i madhë mos më privoj dhe mu për kësë kënasie. Lutë Allah në madhë. E di që cytet është vinë kështot, janë sprova. Po në qofë se luftojmë, që se nuk nështrohemi, që se kemi shpirt fuqishëm, dhe mbështetje të parezervë në Zotin e gjithësisë, wallahi Allah ka më në ndihmu. Wallahi Allah ka më në përkra. Ase Allahu kur kërkon se kalon pa përkra. Allahu kur kërkon se kalon pa ndihmu. Veç një kategorit njerëzve Allah se ka një mu kur. Veç një kategorit njerëzve Allah se ka përkra kur. Ata që s'kandasht Allah me i përkra. Ndërsa ti po dhenë Allah me të përkra. Ti po dhenë Allah me ndihmu edhe mësë me ndihmu, s'ka mundë si, nuk ndodhë kja. Nuk ndodhë kjo kur. Andaj mbështetën Allah xhallahu ala. Hes për para. Hes për para. Masunalet e gjithë qepë, përshe e ledzova, përshe su knaqa. Pani nëse se knaqë të rishtë i parë, knaqë është e ki dyti. Se knaqë të i dyti, knaqë është e i pesti, të i gjashti. Vazhdo më tutje. Veç masunal. Mas që përgjigj cytjeve. I njëraj. Ti në dëgjanë që për t'jenë cytje, peshe, pendin, i njëraja. Hes për parë, ledzo Kur'an ti. Hapu para jetës. Vazhdo jetëm tutje. Hitë në kena për para, mirësit Allah të azogjel për para, muna me në qanë gjetë mu, ka kapë shejtani, cytës për mlenë, ti i këtë dërzur. Kjo adin që i bje, që kështë i bje pikrisht, para mënën luft, ti ke tank, ke mina hedhës, ke armatim shumë të qeshëm, edhe ke për boltë, për para ki, që kështë e ki për para armiku të kjetje. Edhe që është armiku, normal. Qa pret për titi? Edhe tash armiku ka kap një armë, pistolet. Pistolet ka kap. Që pikërisht pistolet ka kap. Ti ki këtu armatim të fuqishëm. Edhe ai quhet edhe gjun ty. Me pistolet. Ti thosh, ha, gjujti. Le tinkun, le armatimin, i qëndur, dërzosh.
Shmë Allah po dorëzosh, ti të në këtë armatim e ki, aj me pistolet me detyru më dorëzu, torë poshtë. Nuk bëna me liu kështu. Që sa e gjunë me një plumë, ti kime që ka me gjunë që e mësë më që kur në kom të veta. Fatkeqësia është se na nuk e përdorim armatimin që e kemi, na dorëzojmë me një herë. Andaj, mos u dorëzo, hes për para. Mbështetun Allahun xhalla xhelaluhu. Ashabët e pejgamberit ose me një pshtyme kanë gjujtë shejtanin, Allahu na ruaj. Uthman ibn Talha radiallahu anhu ka ardhur tek Muhamedi sallallahu alaihi wasallam kon ja Rasulullah. Po mgacman diçka namaz. Cytje, sponin e rahat namaz. Vezvese. I tha Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, "Dhalika khinzab." Kjo është khinzab, emri një djallit mallkum. Tha, ky është i posaçëm për namaz kur ti të lidhni me armë unguc. Çfarë të bëj ja Rasulullah? Tha, kur të ngacmon mos lëra, s'u vazhdon ato të namazin. Tha, kthej kokën në majt. Pshty 3 herë që pshty. Ç'është bën? Thu ya'udhu billahi minash shaitanir rajim. Që kjo është zgjidhja. Uthman ibn Talha një herë e veprej kështu. Veç një herë e pshtyti. I bindën mësimet e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. I bindën. Wallahi me një pshtymë rënej. Dhe tha Uthman ibn Talha radiallahu ta'ala anhu, një herë e bëra këtë dhe kur nuk u përsërit më ajo. Po nuk mund të vjen ai mo. Po najna adopt Allah në rrë, najna adopsu. Na adopsu lidhe me Allah në gjellë wa ala. Na adopsu bindjen te, na adopsu duaja, na adopsu Kurani, namazi, abdesi, dhikri. Këtë dopta i kemi, këtë i kemi mekanike, pa shpirt, pa kuptim. Dhe s'ka ndikim jetën tonë Allah në rrujt. Vjen një djalë i mallkum, atje i lekshte, i dopte, vjen ai, dhe na shgënjen në dekura janë. Nëse na e kena Zotë në gjithësi që na përkra. Ku është bindja? Ku është shpresa? Ku është mbështetja? Vazhdo më tutje. Ti vllai nderuar, vazhdo më tutje. Ti motrë nderuar, të gjithë ju, vazhdoni. Hec përpara. Nuk ndin knacin këtë namaz, kemi një tjetër inshallah afton. Këtë Kur'an po lexon po djen, vazhdo. Injoroje. Injorimin tënd shoqëroje me mbështetje të fuqishme në Allah xhallahu ala, me kërkim përkrahjes nga ana e tij, duke u lidhur me librin e tij, me lejen e Allah xhallahu ala, do të marrin fund inshallah. Do të marrin fund ato. Zotin pak e më shumë, ku e di sa po kanë fund. S'kan çare pa marr fund. Ka se nuk ka mundësi me i rezistu cytja e shejtanit goditjes nga ana e Kur'anit. Nuk ka mundësi me i rezistu përveç se nëse ai që gjunë është i dopt. Ai që gjunë është i dopt, po. Ti mund të marrësh një shkamp apo dhe me të përplas për fytyrën të armikut, t'ja bësh përshash fytyrën. Njëti nguri me kap fëmiu, s'e gjunë te kom t'ja gjunë. Guri është çaj guri. Po, por më rëndësi është kush po e gjunë gurin. A Kur'an, ky Kur'an është. Këtë Kur'an e kanë pas ashabët e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Këtë dua e kanë pas ata, këtë mësim e kanë pas ata, edhe na e kemi. Por ata kanë pas goditjen e fuqishme kur kanë gjujt e kanë bërë përshash iblisin. Dërsa na të lekë si fëmijë po e gjujnë po te kom të ti. S'po godesëm me ta si duhet. Andaj po trimërohet ai dhe po na godet. Andaj ushtra, tajnau që kur të kapësh gurin, t'ja përplasësh mirë për fytyrë e pastaj e shesit bën cytja e ty. Ka se e ke fuqinë, e ke armatimin, lidhë me Allah xhalla xhelaluhu, me fjalën e tij, kuptoje, hes përpara. Ke mendim të mirë për Allah xhalla xhelaluhu. A le të marrim fund këto probleme lenë Allah xhalla ala. Që se vazhdojmë atutje, mos u shqetëso. Ndodhin këto, vazhdo. Vazhdo më tutje, me sabër, me këmbgule, me insistim. Me lenë Allah xhallahu ala dikur marrin fund ato. Marrin fund inshallah. Allahu xhallahu ala na ndihmoft kundër të enemikut, na ruaj nga keqja, Inna kayda ash-shaytani